Para që emigrantët sjellin tek familjet e tyre në Shqipëri, po vijojnë të kenë një tendencë rritje duke reflektuar ciklin e ri të imigracionit në vend. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë në bilancin e pagesave bëjnë të ditur se të ardhurat nga emigrantët ishin 817 milion euro në janar-shtator 2025, me një rritje prej 5.9% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ritmet e rritjes u përshpejtuar në tremujorin e tretë, që tradicionalisht ka flukse më të larta hyrjeve për shkak se emigrantët vijnë në Shqipëri gjatë pushimeve të verës. Për korrik shtator 2025, emigrantët sollën tek të afërmit në vendlindje 285 milion euro, ose 8.8% më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Që nga viti 2013 para që emigrantët sjellin në Shqipëri janë rritur vazhdimisht, duke reflektuar një cikël të ri emigracioni që nis kryesisht pas vitit 2015. Pas një rënje në vitin 2020 si efekt i pandemisë, tendenca rritëse u përshpejtua dukshëm. Në 9 muajt e parë të 2024-s, për herë të parë u tekalua kufiri prej 800 milion eurosh. Me këto ritme, viti mund të mbyllet me nivele rekord prej mbi 1 miliard euro. Në tremujorin e fundit 2024, pruret ishin 273 milion euro. Emigrantët e ri duket se nuk ikin pa e kthyer kokën pas, duke kujdesur për të afërmit që lanë në Shqipëri. Sipas të dhënave të Eurostat, vetëm në 2022-2023 u dhanë gjithsej 154.000 leje qëndrimi për herë të parë. Që nga viti 2008, kur Eurostat raporton të dhënat, kanë marrë leje qëndrimi për herë të parë rreth 920.000 shtetas shqiptar, të cilët janë një potencial për të dërguar para tek të afërmit që kanë lënë në Shqipëri.